Dhe ne do të bëjmë të pamundurën që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht. Duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes evropiane në vitin 2030. Koha e deshi që në këtë shesh Skënderbeut, kërthizë e Europës Ballkanit dhe xhevairi kryeqytetit tonë evropian, ne t'u kërkojmë shqiptarëve, na e besoj ne, administrimin e shansit historik të bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim një herë për gjithmonë me Azinë, të cilin fati pikërisht në këtë kohë e solli në duart e Shqipërisë. Dhe shqiptarët na e plotësuan kërkesën me një mbështetje po aq kuptimplot sa sfida e madhe që na risollin këtë shesh sot, si bartës të mandatit më të rëndësishëm dhe më sfidues të Partisë Socialiste, qyse të paktën unë jam kryet saj, një mandat i fuqishëm sa nuk ka, ama për të fituar një bast historik sa nuk ka. Me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Ky është një mandat për të bërë një me fatin evropian që kalorësi mbi kokat tona, profeti ynë kombëtar Gjergj Kastrioti na e përcaktoi si fatin ton të patjetërsueshëm